Do bëjmë një byrek me peta gjysmë të pjekura, me kos, si dush ti hedhim edhe i qik gjiz, pa krip. Po, pse jo? Po, mund të bëhet edhe vetëm me kos, edhe me vez, me vaj, me pak gjalp, që po e shkrim ati gjalpin. Mrekulli. Shumë të mira do dalin. Dhe do dali ky byreku, do bëjmë edhe me qumësh, me këshupetash, po më vonë. I preferuar im, byreku me qumësh. E kemi ndorë nëse dush e ndryshojë në moment. Ja, sot i japim mundësi kësaj recetes që sigurisht është shumë e shijshme, po në renditje byreku me qumësh vjen i pari dhe ai me mish i dyti. Të preferuarat e mia, plas. Unë kam ngrënë në një lokal, ku shkojnë qerret, një byrek me qumësh, ato i presin dhe në formë rombi, po kaq, thuti se është në një revani. Po, jo, si fli, jo. Po e qajnë me lotë. Dhe unë kam filluar të bëj shpesh një qik në shtëpi, në masat vogla, për të realizuar atë lloj cilësie. Se unë e bëj, për nuk e bëj, se kam bërë aq të trash. Po. Shumë të shishëm, shumë të mirë. Po çaj, vendosin shumë pet në këtë rast? Shumë pet, shumë vezë, që ne vezët si numërojmë se kemi sa duar vezë, o vital, freskëta të mira. Po kuptuar pse del ashtu buçko në rastin e tyre, i bie që përdorin më shumë produkte. Qumshi duhet jetë cilësor i mirë, siç kemi në lufrën. Ky është kos për shumës. Ne kemi kosin natyral sot në fokus, po. Edhe ne kemi kos, ashtu qumësh fshatçe, kos fshatçe, si dushtia. Po me të traditës. Eksakt. Po. Tani po shkrim çik gjalp, se kur janë byllmetet, në çik gjalp duhet. Hedhim dhe vajin këtu, dhe i bëjmë gati për të spërkatur, do hedhim dhe ke mbushja patjetër. Në frigorifer ka një pjatë, që unë kam vendosur një pak o gjiz. E nxjerrim një këtu se helbete. Në rregull. Marrim këtu. Shumë. Pra, alternativë, unë e kam shkruar dhe në recetë, që kjo është alternativë, dhe kemi thënë që receta tradicionale, siç është një byrek me kos, shumë fare pak përbërës. Nëse ju do t'i piqni petat vetë, mund të piqen, ndizni furrën, temperaturë jo shumë të lartë, mbi mesataren, mund të 170-160 gradë, e kthejni një tepsi përmbys, sa është rrezja e tepsis, i bërni kulaçkat e vogla, 450 gram miell, 230 gram, 240, më varet sa e doni ju brumin, më varet dhe nga lagështira e miellit, krip, një lugë vaj, uzu brumi, e la më 20 minuta. Nuk i bëjmë kulaçkat shumë të mëdhaja, i bëjmë të vogla, me qëllim që fura këto petat mos jenë shumë të trasha. Dhe i hapim, vendosim tepsin kështu, e vendosim dhe petën dhe i pjekim. Po harxhon çik kohë, të cilën unë sot dhe në emision nuk e kam të disponueshme aq kohë. Prandaj i kam petët e gatshme. Po. Edhe për në shtëpi ndonjëherë ashtu praktike dhe shpejt. Ja t'i birë qik temperatura kësaj. Edhe do hedh këtu. Vaj dhe gjalpë. 50 gram duhet gjalp. Dhe pjesja tjetër, 70-80, në varet se sa i doni juve të ndryshëm, duhet, dhe shtash qumësht, duhet vaj. Kemi një pako peta, 450 gram peta. Kemi 4 kokra vezë, o vital, që unë tani do t'i thyej vezët, do bëj njerë mbushjen. Dhe sekreti i këtij byreku është që nuk spërkatet me yndyrë dhe me mbushje në mes, po rresht më rresht ne do t'i hedhim kos, vezë, që do hedhim edhe yndyrën këtu, po. Do t'i hedhim dhe pak njomës, po. Një filxhan do t'i hedhim. Një filxhan çaj. Marrë nga të bardhat? Nga ndushti. Marrë këtu? Po. E shplajmë pak. Po. Ja, 4 kokra vezë. Të freskëta, si t'i dëshironi juve. Do t'hedhim këtu pak krip, një lugë çaj,
që i bje gjysëm luge, ja kaq. Me vezët Ovital të freskëta me të cilat sigurisht do të luajmë përsëri sot për t'i dhuruar shumë kokra vezë, disa pako për një nga telefonuesit që do të gjej përgjigjen e saktë. Unë do të jetë gjysëm kile kos. Si më hiku ajo pikë. Nuk u tregova e vëmendshme. Gjysëm kile. Do të talën këto me mu, kur e marrë një, jo filxan, po një pik ashu hirë nga kosi. Des. Dhe ky ishte kosi natyral lufra që siç e pat është i plot, i trash, ashtu siç duhet jetë një kos i mirë, i freskët, dhe në këtë rast me paketimin e madh, me shishe, ju ndihmon shumë për realizimin edhe të recetave, përveç se është një sasi e konsiderueshme në varësi dhe të përdorimit shtëpiak. 5 lugje hoda. Do të thëmë 5 lugë nga kjo përzierja e gjalpit me vajnë tek bushja. Mund të jetë është 4, mua 5 se janë petët e thata. Doj qik lagë shtirë, i hedhem dhe i qik njomës. Ka nevoj për gëshër? Po, pa tjetër. Pas kam s'po e gjej. Gëshërën, s'po e gjenë. Ja, se marrë këtë tjetërën. Moj gëshërën unë e kisha ndorë tani. Ja. E ke aty? Faleminderit, Katerina, je mrekullueshme, po. Kjo njomza është shumë e lezetshme. Po pra. Siç e ka emrin. Më pëlqen fakt edhe emri si e thrasin edhe e kanë vendosur në paketim. E kanë goditur. Është fiks ashtu një gjizë njom me butë dhe shumë e freskët. Ja ku e vëreni dhe ju nga ekrani. Dhe ja ku bërë një tjetër përbërës nga lufra. 4 lugë janë të plota. Ne kemi zemër në oqean. Ja, 5 lugë. Që tjeta ekosistenca e lidhur mirë. E lidhur. Do me thënë e lidhur do tjetë është kompakte. Jo kur ne ta konsumojmë, na bjeri mbushja për dhe. Kuptove? Po. Për një jetë plot të mira, ky është slogani i lufrës dhe si të mund të jetë ndryshe, përveç se me të mira shumë. Jeta nëse ne furnizojmë trupin ton me çfarë ai ka nevojë. Dhe këtu flasim për gamën e gjerë të atyre vlerave që kanë produktet e djathit, qumshtit, kosit, siç është kalciumi, proteinat e shumë të tjera të cilat janë të domosdoshme për shëndetin e kockave, për shëndetin ton, për florën bakteriale, florën e zorëve. Zonja Vjollca, ne s'kemi pirë sot dhall për shembull, se kefir kemi pirë plot, a ndrojmë sot. Si thoti, Zonja Vjollca ka nevojë çik për kështu. Pak freski. Ysmet. E pra. Kështu që do të marrë një nga produktet e lufrës në këtë moment, teksa Zonja Vjollca unë po lyen tavën me yndyrë. Yndyra zgjedhja është e juaja, po unë mendoj që po t'jetë vetëm gjalp në moment që kjo do të ftohet në ngrin. Kurse vaj dhe gjalpi bashk nuk e lën që të ngri. Kupton? Qa thash? Po, e kuptova, nuk e lë të ngri. Kur janë bashk të dyja. Unë mendoj... Këtë zgjedhim. Unë zgjedha të tjetrën. Ti për djetë zgjedh këtë, Në fakt edhe unë këtë jam, me që do e hapë. Shiko, edhe kjo shumë e mirë është me shijen e kastravecit. Absolutisht, këtë pi Katerina ditë për ditë, por shpuna që sot do ta bëj. Tundej që Katerina, se zakonisht ma mbush mu në fillim edhe. Të betohem që e tunda. Nuk e kishë mendje po merresh me tavën. Sa po e nxora nga frigoriferi, i shkunda të dyja. Besoj, shiko, besoj, kontrollo. Po? Akrepi e ka këtë. Ja, e tunda. Kjo do t'jetë dalla që do të pimë ne sot për të freskuar nga lufra. Është shumë e mirë. Shijojeni dhe ju. Të marr gota tani. Këto petat ishin ekstra, shumë të mira.
Këtë unë e vë kështu. Tani, këto petët e tjera, filloj dhe i coptoj me qëllim që të hyj ajo pjesa e mbushjes dhe e fryn e bën çik. Ajo mamaja ime që ku dinte ca gjëra, për shembull, që ndonjëherë jo se i harroj, po edhe qofteve, që unë nuk e kam thënë ndonjëherë në emision, Po? edhe këtu, sa i kapin këto dy gishtat, i hidhte sot buke. Është njësoj si kur do t'i hidhnim ne ujtë gazuar, diçkaja. Kështu që në për këto sirtarë, shikoj qik, ka sot buke këtu, t'ja edhim i qik. Ja ta shoh. Edhe ke qofte, ti thosha unë, pse i hedh mami? Se nuk ngjeshen, nuk rinë të ngjeshura, rinë kështu, thoshte. Do të thënë edhe te mishi ka një lloj roli. Jo, aty jo, ke sirtari. Te sirtarit këtu. E di që kur ke filluar ke radio, nuk i di gjithë koordinatat, ke fillu t'i harrosh çik? Që kur çfarë? Që kur ke fillu ke radio, këtu sot bukesh? Po. Për bët diferencë radio? Kaq. Jeni bërë shumë xheloz me këtë punën e radios, ë? Unë xheloze? Jeni bërë të gjithë shumë Unë për xheloz. sukseset e tua. Jo për çështje suksesi me zonja Vjonca, po për marrëdhënie ndoshta se kuptova. Si? Që kam me stafin tjetër, unë njësoj ju dua si ata si Jo. Ti duj këtë dush. Shqyr zotit edhe xhelozin kisha mangut unë. Pse më ngacmoni për radion atëherë? Dëgjoj këtu. Unë jam e sigurt për vendin që kam këtu. Po pra. Dhe nuk jam xheloze si kur ti të më shofësh mu dhe njerë në vit. Kështu që mos më ngacmoni më për marrëdhënien me radion. Radion e dua shumë, është e vërtet, kënaqem shumë. Unë po them... Po vendin e parë e keni ju, dashuria e parë. Unë them që... Gati ato. Po se janë dashuria e Pas kanë qenë të parë. krëmbur shumë. Ja, këtu petët nuk duhen t'jenë të ngjeshura, duhet t'jenë kështu. Edhe tani, mjepat lugën e madhe në qik, edhe nuk t'lodh ma. Kjo është soda e bukës që unë do t'hedhja që ta shohin zonjat, kaq mbajnë dy gishtat e mija. Mos tentoni më shumë, se na mbanë kështu. Mos merr atë aromën e sodës. Bravo. Fillojmë nga anët, që të zbuten edhe anët mirë. Yndyrën e ka vetë kjo, po me gjitha të ne do t'i hedhim pak fare. Shumë pak. Ja kështu me pika. Se kemi hedhur brenda 5 lugë, edhe yndyrën gjithmonë nga anët. Marim petën tjetër tani, edhe këtë petën e grisim. Nuk e vëm kështu, e vëm në drejtim të kundërt. Ja kështu. Ja ky është marifeti që ajo e rrit volumin, nuk ta bëjmë të hollë. Le dali qik kështu, e plot. Thash pet më pet. Nuk janë nga ato petët e ajo me qumësh, mund të bëhet me petë të thata fare. Kjo është gjysmë e pjekur. Po. Ne do të shohim pak recetën me shkrim, nëse doni që të shënoni se si është përgatitur ky byrek me kos dhe vezë. Lista e përbërësve është kjo: 450 gram peta gjysmë të pjekura, më pas kemi 4 kokra vezë, 500 gram kos, 1 filxhan çaj gjiz pa krip. Kjo është opsionale, nëse nuk doni ta shtoni në këtë byrek, mund edhe të mos e bëni. 70 ml vaj dhe 50 gram gjalp të shkrir i bashkuam së bashku, pra në një enë të vetme dhe u përdoren për recetën, dhe më pas krip dhe nëse doni opsionale pa ajo pak fare sod buke. Këto pra ishin të gjithë përbërësit.
kjo është lista dhe kryesore që do doja të theksoja, pra është që kemi vezët O Vital për këtë recetë, sa herë na duan vezët, shumë shpesh na duan vezët negativ, dhe ne kemi zgjedhur të fresktat O Vital, ato që ju propozojmë edhe juve, dhe që do të luajmë gjatë recetës së dytë me quizin telefonik për t'ju dhënë mundësinë të fitoni më shumë se 100 kokra vezë të freskta si gjithmonë. Dhe gëzuar. Gëzuar, zonja Vjosa. Jo, ta kam vendosur këtu me kohë. Të kënaq se ka atë sasinë e kripës shumë të mirë. E pra ajo është e gjitha. Dhe është një lloj ilaçi. Kur edhe nuk ndihesh fort mirë, ke ndonjë luhatje të vogël tensioni, nëse është e tillë, pra që është e ulët, e mira është konsumoni këtë dallën. Edhe lufra e ka fantastike. Unë biles tani këtë, po e shije, e kam me Tiranën. Paketimin që kam në dorë. Një gjetje për lufrët, kjo që ka vendosur pamje shumë të këndshme të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, për të treguar historinë, vitet në këtë treg edhe dashurinë që ka konsumatori shqiptar dhe besnikrinë mbi të gjitha ndaj këtij produkti. Kështu vazhdojmë edhe sipër, sipërfaqen sipër, nuk do ta lë kështu me pet. Do ta bëj kështu madje për luks. Do të jetë edhe një verë veze. Okej? Në rregull. Receta tjetër do të jetë një salat me qishra dhe perimet freskta, pas pak e sjellim edhe atë recetë këtu për ju. Shumë e shëndetshme, në fakt do ta shihni edhe kur të realizohet, ja ku keni këtu një plan të vogël sa i përket disa prej përbërësve, e shijshme sigurisht, kështu që ju ftojmë të na ndiqni deri në fund. Do thonë ndjekësit e mia që Vjollca ka thënë që unë e shoqëroj byrekun me supë. Me supë, po kjo s'do të thotë që unë mund t'ja imponoj dhe të tjerëve këtë. Kështu që Katerina donte një ditë që bëron byrek dhe unë ta shoqëroj me sallatë. Dhe unë thash tank, radhës tjetër, hyrin memorje në sistem. Po dhe unë shkoj shumë pas sallatave në këtë periudhë, kështu që. Dhe ajo sallata që do të bëjmë ne sot është shumë e freskët, se qiqrat janë me perime të freskëta që ne mund t'i kemi në dollap. Mbaroj byreku. Sa mirë kështu kur nuk është se do shumë sistemim, po themi... Po s'ka, se tani jeta për zonjat duhet jetë sa më praktike. Duhet jemi të petët e fundit, ë? Po, e njëra. Një ka po dy? Dy të fundit. Unë bile një do vë vetëm, s'do vë dy, për arsye se ka që mjafton. Edhe e vë, po mos ta tep kaloj atë trashësin. Mirë, hajtë se po e vem. Mirë. Do të shohim edhe një herë tjetër recetën me shkrim dhe dal nga dal kemi mbritur në fund të përgatitjes së byrekut, pra për të përfunduar edhe shënimet tuaja, 450 gram peta gjysmë të pjekura, 4 kokra vezë, më pas kemi 500 gram kos dhe kemi zgjedhur kosin natyral me shishe të lufrës që është i plot, 1 filxhan çaj gjiz pa krip nëse doni, kemi zgjedhur njomzën në këtë rast nga lufra, 70 ml vaj, 50 gram gjalp të shkrir, si dhe krip. Mund të merrni dhe versionet me gotë dhe është po i njëjti kosë, kosi natyral, gota e madhe 380 gramshe, gotat e vogla 200 gramshe, të cilat sigurisht janë shumë praktike për të llogaritur sasin me gramatur, po edhe për t'i përfunduar, për t'i konsumuar në mënyrë personale, pra secili atë gotën e vet të vogël, shoqëruese të ndonjë recete, apo përgatitje së një vakti, siç është mëngjesi, apo mezvakti me fruta të thata, me fruta të freskëta. Janë perfekt, sidomos këto 200 gramshet, për ta shërbyer si duhet. Në fund, ja dhe pak.
thash do hedh një të verdheze për ta lyer në fund fare. Petën e fundit. Më dilte qik mirë kjo mua. Gëshërën ma e për qik, se si dua këta. Këtë që kam unë këtu, apo tjetrën? Ja, edhe Ke këtë. patur ti afër. Ja, e ke aty tek Po. enët e tua që po e mbaj afër. Do ta bëm brumbullak këtë. Po. Edhe do mbledh këto anë tani këtu. Rumbullak po jo të shtrirë gjithmonë. Sa do e pjekim këtë në zonja Vjollca? 200 gradë për 25-30 minuta, ja kaq këtu. Tani do hedhim çik yndyrë mirë këtu anash. Që ta palosa ta anën unë, duke zbutur tani me mbushjen. Se na është palosur çik edhe nuk e du të trash. Ja. Shkëlqyeshë. Dhe mbyllet me Fura duhet jetë e para ngrohur. Këtu i lagim mirë, edhe i kthejmë këtu kështu. Ja. në rregull. Ne do të shijojmë dhallën lufra ndërkohë gjatë publicitetit për të u freskuar me të dhe kur të kthehemi do të vazhdojmë me sallatën dhe me kuicin siç ju thash. Unë vetëm do të vendos tani byreku në furrë dhe do të shkojmë menjëherë në publicitet. Asgjë nuk ka mbetur për të shtuar më shumë. Të heq pak këto enët këti. Dhe zonja Vjollca të lumshin duart. I lumshin duart dhe ati që ka bërë petat asaj. Se s'është ai me siguri. Ja këtu. Iku kjo pjesa. U zbutën këto anë, tani, këtë pjesën tjetër. Edhe doli sahat omega. Furçën një qikun tani. Yndyrën ja hodhëm. Ja. Në rregull. Shplej pak duart. Atëherë si thua, të shkojmë në publicitet? Po mbaruam ne, vetëm të fshim çik tepsin, anë tepsis edhe drejtë në furrë. Bukuri.